Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Dorëzim pa kushte komenton opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut 2 vjet bashkëqeverisje të koalicionit Vlen. Përmes rrjeteve sociale, kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari tha se Vlen hyri në qeveri duke kërkuar besimin e shqiptarëve dhe duke premtuar ndryshim. Sipas tij, 2 vite më pas, qytetarët nuk shohin ndryshim, por heshtje, arsyetime dhe dorëzim. Nuk ka ndryshime kushtetuese, nuk ka përpara në rrugën europiane, nuk ka forcim të gjuhës shqipe, nuk ka mbrojtje reale të përfaqësimit të drejtë dhe nuk ka investime serioze në komunat shqiptare, apelon Arben Taravari. Lidhja shqiptare në Maqedoninë e Veriut në 2 vjetorin e koalicionit Vlen VMRO kujtoi se kjo bashkëqeverisje arriti të zbatojë në përpikmëri platformën Maqedonia përsëri e jotja dhe rënimin e marrëveshjes së Ohrit në secilën nga 4 shtyllat kryesore. Lidhja shqiptare kujton se përmes gjykatës kushtetuese u shfuqizua balancuesi dhe përmes së njëjtës gjykatë shfuqizoi çdo ligj e vendim që është sjellë në parimin e Badenterit. Në rrjetet sociale shkruhet se nuk u arrit të shfuqizohen gjuha shqipe, por ndaluan në praktik përdorimin zyrtar, duke i detyruar edhe funksionarët shqiptar të shkruajnë dokumentet vetëm në një gjuhë, ndërsa me vendim qeverie u ul numri këshilltarëve shqiptar, do zvogluar mjetet për komunat nga buxheti i shtetit dhe kredia hungareze, duke goditur shtyllën e decentralizimit. Në këtë temë u bë rikthimi i emrave jugosllav dhe komunist, duke shfuqizuar vendimin e Këshillit Komunal të Tetovës për emrat shqip, apelojnë nga lidhja shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri në konferencën ndërkombëtare ndërveprimi i drejtësisë me media shpreh shqetësimin e tij se ende nuk është ndryshuar mendësia në radhët e anëtarëve të sistemit të drejtësisë. Silvio Gonzato kërkoi jo vetëm miratim dhe zbatim të ligjeve nga ana e magjistratëve, por sjellje profesionale dhe udhëheqje morale. Institucionet në vetvete nuk krijohen vetëm nga ligjet, nga rregulloret, sepse institucionet kërkojnë edhe ndryshim kulture, mendësie të atyre njerëzve që punojnë në këto institucione. Pra, unë nuk jam i bindur ende që është arritur ky ndryshim mendësie. Pra, ndonjëherë ka një hezitim për të pranuar natyrën kolegjiale të disa vendimeve që janë të rëndësishme që duhet të marrin institucionet e drejtësisë. Magjistratëve të rinj, ai u kujtoi se puna e tyre kërkon kurajo, integritet dhe ndershmëri. Kryetari i Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës, Sokol Sadushi, në konferencën kombëtare të ndërveprimit të drejtësisë me median, u theksoi magjistratëve të rinj nevojën për profesionalizëm, vetëdije dhe integritet të lartë. Sadushi tha se cilësia më e rëndësishme një magjistrati nuk është vetëm njohuria profesionale, por aftësia për të qëndruar i paanshëm në çdo rrethanë. Besimi ndërtohet gradualisht me mënyrën se si dëgjoni njerëzit, me sjelljen në sallën e gjyqit, me cilësinë e arsyetimit, me dinjitetin e qëndrimit dhe me aftësinë për të qenë të drejtë edhe kur kjo është e vështirë. Kur një magjistrat fiton këtë besim, ai nuk forcon vetëm autoritetin e tij. Ai forcon edhe institucionin që përfaqëson. Sipas tij, pavarësisht presioneve apo perceptimeve publike, magjistratët duhet të udhëhiqen vetëm nga ligji. Detyra e magjistratit mbetet gjithnjë e njëjtë. Ju nuk do të merrni vendime për të kënaqur opinionin publik, por as për t'u kundërvënë atij. Ju do të merrni vendime për të shërbyer ligjit. Ky mision nuk do të jetë gjithmonë i lehtë, do të ketë ditë kur do të ndiheni vetëm, jo sepse nuk do të keni koleg pranë, por sepse ka vendime që askush nuk mund t'i marrë në vendin tuaj. Prokurori i përgjithshëm i Shqipërisë, Olcian Çela, në konferencën kombëtare të ndërveprimit të drejtësisë me median, vlerësoi se transformimi teknologjik është ai që shkundit drejtësinë e vjetër. Çela kujtoi se modernizimi i formave të strategjisë së komunikimit është kthyer në domosdoshmëri. Trendet e lëkundshme të perceptimit publik, si rrjedhoj e këtyre zhvillimeve, përcaktojnë shpesh kahun e politikave apo të vendimeve të rëndësishme. Në këtë kontekst mendoj se duhet parë trajtuar edhe raporti i institucioneve të drejtësisë dhe me publikun dhe median si ndërmjetës të rëndësishëm në këtë komunikim. Nuk është e lehtë për institucionet tradicionale të përshtatshme në kohë këtyre zhvillimeve transformuese shoqërore. Aq më tepër për organet e drejtësisë që teksa duhet kryejnë funksione të cilat kërkojnë shpesh një nivel të lartë diskrecioni, duhet gjithashtu të sigurojnë transparencën e nevojshme për publikun, thelbësisht kjo e rëndësishme në një shoqëri të demokracisë liberale. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.